Realisht, e kam dikotruar tekstin. Thot, nëse ata lirohen, do të thonë në Hag duhet të vendoset drejtësia. Nëse ata lirohen, do të jenë pengesë për implementimin e planit të paqes së Bashkimit Evropian për çështjen Kosovë-Serbi. Përshëndetje mi që dashur, mirë se vini të dhanë gjithë në analizë. Shkojnë e dhe në rodhës, për njefni miq, ki shpifsin. Shkojnë e dhe gjemë pak, i lutëm të diskutojnë së bashku. Dhe këte informate ka pas kryeministri i Shqipërisë. Me zë. Dhe njerë lutëm, në takim të kurtit me Macron. Kërkon, i thot, deklaron, se po u liruan, Zoti Thaçi, Kadreveseli, do të jenë pengesë për implementimin e planit të paqes së Bashkimit Evropian mes Kosovës dhe Serbisë. Ku i kia to fakte o kush? Pse për ja fut kot? Nëse ki fakte që ti? Apo po donë me nëzirë Hakun që të blokojnë parlament? Mos rri me Fatmir Shehollën, dashmi bo Kosovës në derë. Pse po shpif, o një rand? Faktet, që jo me goj, me shkrim, me video, ku i ki, qëti, të shohim edhe ne, të kritikojmë edhe ne. Shkojnë amiq. Kam tekst rujtën. Cili plan paqe thotë se? E kam tekst rujtën që të këshyre edhe e vazhdo muhabetin. Qysh fjallë lafe muhabeta? Të Ridvani. Shkojnë amiq. Cili plan paqes? Si pas Ridvani është këmi ishte. Logaritë të kush është ka jep informata. Te kuptoni ju? që ta thonë se Plani franko-gjerman dhe marrëveshja e Ohrit, e cila e bjen Kosovën në një situatë kur do të integrohemi këtë ato që ka biseduar pak më herë. Shumë mi që dhashër, ky, mënohet mi tregu Albin Kurti, kryeministit tonë, se çka do me thonë marrëveshja e Ohrit. Me të vërtet kjo s'do koment mi që dhashër. Çka do me thonë marrëveshja e Ohrit për ty, oj nderu. Pse s'pe përmen, kur thot që thot Mitrovicën nga ka falë Rankoviqe. Albin Kurti thot, jo. Qëla me adoshme o njeri, o shpifs, o mashtrus. Qëla me adoshme? E para. E dyta, kur na qenga ka që e donshme marrëveshja e Ohrit. A thue, pse s'pe pranon Serbia, mëre? Pse s'pe në shkruan? Kur ko ka e dobishme për ta? Hajë, të regoje publi, jo mu, zonë e di. Publi të regoje, pse? Pse s'pe pranon Serbia ato? Pse s'pe në shkruan vëqiqe? Jo, zotri Berisha, jo. Ti mund është me gëny do, me qitë hysyve, po jo neve, jo publit. Jo, ndërum, jo. Gone mi që doshën, gone. Që shmonohet me shpif ashiqare. Shkojna? Kërkuar pa kushtin që Serbia ta një Kosovën si shtet. Dhe ta ndryshoj kushtetutën. Dhe të është të pyetja si çka do të integrohet, që pjesë kushtetuese e Serbisë. Në përgjithësi thua. Gone. Lori Berisha dëgjojmë në mirë Kjo është pjesa e dytë që e kom put. Amo, t'i kthejmë saj pjesës të parë. Unë nuk e di, ti, si ushtarak, mund është mi përmen këto fjallë, mund është mi thonë këto fjallë, pa vërtetat, pa qena. Nuk e di pse, sepse votat jenë kry. Amo, kote kije, ti, dhe të gjithë, si për dhe kë, si a kë, si li dhe kë, me shpifja kini shumë pot, se s'muni me rëzu Albin Kurti. A s'muni marrë vota, veç kote kini. Vetëm, për zhvlerësoni vetën, për tërproni vetën, për të regoni vetën se kushini, se për ndryshe, po mirë, të na thojnë
Shqyqyrë qëra që kjo deke o po. Besoj që për kupton Berisha, po. Në regullimi. Vazhdojnë e miq. Më thonë e një fjallë pëlturët kuvendit e kanë marrë për ambicje. Bile jo për ambicje, po kryeministri u mundu me më godit me tema tulta. Për një fotografi rasti që më ka bo një person që kur ka pos kom ditë kush është a eq. Jo, pret. Qysh o ndërum, se ke ditë kush ka bo atë foto. Me konje kon ullëm. Mos vëlla njerë se kanë marrë të ka pru Fatmir Shahollin aty dhe me thonë prisë të bëjë fotografi. Kon perrano burë. Kon perrano vëlla. Ti e koni ullëm me Fatmir Shahollin edhe të kam pru fotografi. Shpedishe ti kush e ka po fotografin. Jo more, po zote, po të shpetar turp, si ushtarak, me najtë me shpion të Kosovës. Albin Kurti ka thonë shumë mirë. O, Hysen Berisha, dash minimu poplit Kosovës, a monit kohët mos rri me Shahollin. E tash, po thu jo, se kom ditë kushëm ka po fotografi, pelom që se ke ditë. Po pse e ullë me to? Të di që është shpion. Për çfarë arsye? Se ke ditë kush ka po... Kuna marrë vëlla, kon po do me rajtë vëlla. A për të gjënë e miq? Tani ku më i besu vëlla? Njeri kur të ranë asë shumë, që dhe kur të thotë vërtetën, e ki problemi i besu. S'ka diskutim ajo. Po shkojna me që lutëm, shkojna. Të këqyrim s'ka po shpiv. Pra të Shahollin, edhe goditja aty sepse i dhimbja e çfarë i thash. Hade? Se me këto veprime politike për shet në tradhti. Se ma... Ti, po i thu, Albin Kurtit. A thua more zot, pse nuk i dhej që Hashim Thaqit? Pse si dhej që na Mushadinit, kur e dha Çakorrin? Hashim Thaqit kur e pruni kufirin në Urtibrit. Ku ishe o Hysen Berisha? Ku ishe o mashtrus? Ku? Unë nuk e di pse e ki gjithë mdhef kundër Albin Kurtit. Trego o burë. Thuj po raj vëlla, po gënjej. Se so që shtot, po se duket njerës është e kom i notë, e kom këto edhe, po gënjej. Edhe në ashtë ta popë dhe ta faldi që ishte. Po me dalë me rana gjithë ki burë, për bez dëshmetar tërpë, me dalë me gënyja shqyqare. Sepse kryeministri jonë i dashër, në parlament ka thonë ka bua mënë, o burë mos rri me Fatmir Shahollin, dash minimu Kosovës. E ti del këtu, edhe la matë, që nuk e di këshëm ka po fotografi, që po ta besojnë, që s'pedin. Amo, kush ta pruni që ule me ta? Mos volë e ka prule lekat. Tregona neve vëlla çka të ka lidhë me Fatmir Shahollin ty. Si ushtarak. Tregona vëlla çka të ka lidhë me Fatmir Shahollin. Kur këtë botë ati që a i shpion numër 1 ka qenë Kosovë. Jo, nuk mund ishe të fore, nuk mund është me vajtu me lot krokodili. E kishëm këtë, ti, gjithë ata,